Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim ditën e sotme për dy ngjarje mjaft të rëndësishme. Së pari, bordin e paqes që pritet miratohet në kuvendin e Shqipërisë, të kërkuar nga presidenti Donald Trump, por edhe vizitën e vajzës së presidentit Trump prej ditës së djeshme vazhdon sot, do të jetë edhe nesër në Vlorë, ku ka vizituar disa pika vende ku pritet që të ndërtohet investimi amerikan me paratë arabe në Shqipëri. Fokusi kryesor është Azani. Për të folur për këto dy çështje, kam deri dhe kënaqësinë të kem të ftuar zotin Hajro Limaj, personalitet i Shqipërisë, nga ata herojt e heshtur, ish shef i zbulimit, pedagog, autori disa librave, por edhe mjaft funksione edhe detyra të rëndësishme që ka pasur para dhe pas 90-s. Zoti Limaj, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Zoti Limaj, cila është e vërteta e këtij bordi të paqes? Mos ka diçka që duhet shqetësohemi dhe pse po e miratojmë me kaq urgjencë? Aktualisht Shqipëria ndodhet në një nga periudhat më të vështira të historisë saj. Shteti shqiptar është rrënuar sepse kemi vetëm shtet kryeministror dhe nuk kemi shtet funksional demokratik. I vetmi njeri që drejton dhe komandon Shqipërinë është Edi Rama, kuvendi ka dalë jashtë funksionit, gjykata kushtetuese e bllokuar, institucionet e drejtësisë me spakun të bllokuara përfundimisht për të mbrojtur korrupsionin dhe krimin ekonomik më të rëndë që ka pasur Shqipëria nga 1912 deri sot. Kjo situatë ka që rënduar dhe duke parë që po shkojnë problemet drejt zgjidhjes, Edi Rama mori revanshin drejt Trumpit për ta mbështetur për bordin e paqes dhe për t'i dhënë pasurinë kombëtare të popullit shqiptar, pikën strategjike më të rëndësishme së Azanit. Por për të qëndruar edhe pak te bordi i paqes, nuk e kuptojnë, ndërkohë që Franca, Italia dhe disa vende tjera në Europë, mes tyre Slovenia, janë shprehur skeptike për këtë bord. Nuk po flas më për Danimarkën dhe Norvegjinë. Ne shpejtojmë, por çfarë humbim dhe çfarë fitojmë nga kjo? Ndoshta pse mos jemi aty, ndërkohë që po nuk qem në tryezë, do jemi në menu, të paktën të jemi në tryezë. Bordi i paqes është një bord personal privat i Trumpit dhe jo i organizmave ndërkombëtare. Qëllimi i Trumpit është që të bëhet drejtuesi dhe komanduesi i gjithë botës, duke emëruar veten e tij kryetar të bordit dhe duke zgjedhur bordin që ai dëshiron, ndërsa 60 sa vende të tjerë formal dhe t'i paguajnë $1 miliard për të mbijetuar ai gjoja në vendosjen e paqes në vendet që ka shkatruar. Bordi i paqes nuk është një bord me vlera ndërkombëtare paqe, është me vlera personale, me objektiv që ta shkatërrojë organizatën e Kombeve të Bashkuara. Zoti Limaj, po ne kemi fuqi. Shqipëria. Po. Revanshi me vrap i Edi Ramës për bordin është për të hequr vëmendjen e popullit shqiptar nga këto pasojë dramatike që ka sjell me këto vjedhje të këtij populli të varfër. Për të mbuluar genocidin ekonomik që i bëri Shqipërisë ku 2.2 milion shqiptar, 9-50 vjeç braktisën adheun dhe ku prindërit në Shqipëri kërkojnë fëmijët e tyre. Ku nga 790.000 pensionistë, 590.000 e kanë 9.400, ndërsa rreth 420.000 e kanë 9.200.000 luft për bukthar, ndërsa Edi Rama jeton në avione pa këmbë në Shqipëri. Kjo e nxit Edi Ramën që të shkëputës vëmendjen e popullit dhe me urgjencë ta miratojë qeveri dhe ta bjeri pas një lloj transparence në kuvend, ku fatkeqësisht deputetët e tij janë kthyer sklever komandues dhe asnjëri nuk ka kurajon të kërkojë llogari, ta votojnë sa më parë të duket si krau djathtë i Trumpit. Ndërsa shtetet e fuqishme të konsoliduara si Franca, Italia dhe me radhë i thonë stop kësaj aventure e cilat po vën pikë pyetje siguri globale. Por sikur